ma të rëndësishëm si Dhe që s'ma ke thënë në sy. Po. Për punën e Klodit. Po, atëherë njëherë ta thëmë, ju dalën Prime, disa herë të full me Klodin, edhe tu e komentu me Klodin edhe Beniten, tu komentu mu, edhe marrëdhënien me Klodin, edhe që në ditën e parë, 2 herë. Edhe, okej, pra 1 herë, edhe mas qasej, ti edhe e ki ndru, do me thonë, qasje ndaj meje. Je largu, po, është e vërtet. është shumë e vërtet. Po. Edhe, po, më i Hygjeta, pëse se ki full me mu 1 herë? Po si të vi, o Eliona, një sekund, atere, prit, edhe më ki po që nuk jom se kun duhet mirë. apër dialog, jo vetëm flasit dikush, edhe tjetëri të dëgjoj. Po, normal. Pra e flasim, atere. A i momenti që ka dalë në Prime është, më thënë, unë jam të vëndim, Benita është të vëndi vetë, dhe ka ardhur Klodi, dhe unë i kam thënë, bol me këtë lloj marrëdhënie se po të nxjerr keq, dhe kam bërë shenjën kështu, pra në kuptimin që mbylle, mos jep më hapësira. Oke? Dhe këtë gjën, unë e thash edhe kur u doli në Prime, pastaj thash nuk i ndryshoj as një presje asaj që kam thënë. Sepse realisht, kjo gjë po e nxjerr keq, normalisht. Dhe thash, mendoj që Eliona e ka shfrytzuar këtë gjë. Po e nxjerr keq apo është keq? Si? Po e nxjerr keq, ju vallaj është keq. Si është? Po e nxjerr që ashtu qysh është. S'po ta kuptojnë. Po du me thonë që nuk e kanë nxjerr keq, po u kun keq realisht. Edhe krejt që ka kun full, e kun full, që ato fjallë më kanë rridh për emocioneve, dhe unë që dit, jo më kun shumë ngarkune edhe vetë, edhe loja, e kisha dhe Alben, i kisha 100 sene, edhe mërzin teme, edhe shpërthej mjaftoj që i shpërthim, me mi nxerë tana, e pranova dhe në Prime. Ajo reagimu vetë, do me thonë ajo klip, mu nuk më ka pëlqy, veç se kam inat shumë të madha, as mu se më pëlqen me daj që ashtu t'u kajt. Benita thoi ki ngrej fluk, jo si kum ngrej fluk. E kum uj kryte dhe kum thonë, o kam vjen inat, se s'po du me kajt, se s'po du me dal, ajo vajza dashuru me bodalme. Mirë pra, po ideja, një sekund, ideja është unë e kum full për emocioneve, edhe vazhdoj, edhe asë një herë që dyshim temin, nuk e heke që Klodi e ka shfrydzu marrëdhënien, prej momenti që e ka kuptu që e kam një dupsi për ta, e ka shfrydzu, po. Ti jo, fare. E ka shfrydzu. 100%. E që une nuk kom pas nevoj për kësi loj marrëdhënie. Edhe mendoj që të bile, mos të kishë ndodhë që ajo marrëdhënie, unë sot nështë ishte hala ma najt, po që ajo ma ka prej pak, se në momentin që ti emocionohesh për dikon, të vjen edhe zorë mja thonë të vërtetë në ftyrë. Edhe në momentin... Okej, mirë, të kuptoj, po nuk dua të sqarohesh për situatën me Klodin sa është gjëja jote, unë dua të sqarojmë për situatën që kemi bashkë. Thash që e ke shfrytzuar situatën dhe unë mendoj që e ke shfrytzuar dhe nuk është keq që e ke shfrytzuar situatën. Mendon ti, unë mendoj që... Okej, po kjo është mendimi im. Po nuk është në një qamet i madh, ka qirën. Jo, për të thosë se fundit tu jemi në një lojë dhe nëse na vjen një situatë, pse mos ta shfrytëzoj. Okej? Okej. Deri këtu? Pra, unë nuk jam tipi që hajde që këtu të ulemi dëgjo se unë mendoj kështu. Ne nuk na ka rastisht, qëndrojmë të dyja bashkë, të flasim në një gjë dhe të hapi ky muhabet. Nëse do kishim qëndruar të dyja bashkë, do ishte hapur, do ta kisha thënë edhe ty. Megjithatë, prap në Prime, unë e thash prap në sy, nuk i ka asaj që thash. Okej. Kjo është e vërteta për mendimin tim dhe thash tekstualisht nëse Klodi ja sjell në një pjatë të artë situatën, pse mos ta shfrytëzoj dhe të kam thënë, po të bëj kompliment, apo jo? Për që mu të kompliment së mduket. Si lojtare është kompliment. Do me thonë, në atë moment, ajo vishë do me thonë që s'mi respekton emocione. Si lojtare është kompliment. Okej. Së është ashtu, e mendoj unë gabim, jo, apo thuni vetë që nësë jam lojtare, unë vetë nuk e konsideroj vetën lojtare. Unë jam Eliona, e qështë të më vinë situata, i përpunoj tani. Themi, okej. Jo me gatshme për debate, për krejt, po... Je qartë për këtë pjesën, jo, s'ma ke thënë në sy, se ajo që më habiti më shumë është që, kur më hoqe nga nominimi dhe fute kushtrimin, një nga arsyet the që Hygerta është ai njeriu që ti thot gjërat në sy. Po, pra, edhe unë të thamë... Dhe pastaj nxjerr këtë ti s'ma ke thënë në sy. Unë i kum ra pishman për nominimin, ta thëmë drejten, sepse unë kum pas përqmëri shumë atë madhe prej teje, në qatë javë, sepse unë të kum konsideru...
po ta së qaroj, pro. Unë të kom konsideru ty si një lojtare e fort, për shkak që i ki, do më thonë, mendimet e forta edhe i qetë prej goje. Po, në rrëdhë qasaj jave, nuk e di pse kum prit dhe qka ma shumë, ajo kun ashtë edhe dhe di kun gabime jem, edhe jam shgëny. Edhe kum mendu që në ashtë kum bu gabim, që të javë që të nëzera prej nominimit, rrëdhë java që... Jo, kam qënë unë gëgja aktive, po s'kam qënë me ju. Nuk të kum po, valaj. Jo, kam qënë. Se di, Hygirta, mu edhe prap nuk më duke që është, kjo është një nuk gjë është që po. nuk më prish punë. Pra, për këtë pjesë jemi të qarta, që nuk ka lidhje fare me të thonin bas shpine apo etj, se ka qenë Klodi që ka ardhur te unë. Tani, unë dua të di situatën me atë që thash unë në Prime. Ajo situatë për mu kun shumë e keqe. Ajo që më ka lënduar mua më shumë është që unë them diçka që vazhdoj të qëndroj edhe sot e kësaj dite dhe gjëja e parë që bëre ti dhe Klodi, se me lëndrimin unë jam fair. Pra në kuptimin lëndrimi ka gjithë drejtat e botës, të shgojnjehe, të lëndohe, ta marri për tërës, e gjitha me radhë, sepse ishte një debat e imi me lëndrimin. Pra në atë pikë nuk u prek as Klodi dhe as ti. Ne po flisnim për çështje aktiviteti. Fakti që lëndrimi ka filluar të numëroj orët e mia të gjumit dhe thot që ti je pasive. Në momentin që ti i thu lëndrimit, ti e bon lojën gej e përfshin edhe Klodin. Po, e ka bërë. Edhe une e ullën në mes, nërma që edhe une reagoj kur ti e bon dhe qka të pa drejt. Sepse ti je vet ajo që na ka qëndru mu e Klod. Une nuk po e kuptoj tani, mu më doke që ty nuk takon hiq mu lëndu. Mu lëndu duen, mu lëndu në këtë rast ka drejt mu lëndu Klodi. Pse? Sepse ti je ajo që ju ka qëndru mas ofërti, neve, unë neve treve, edhe te ajo që e din që shë kanë vujtat pjesë, Çfarë thashun? te ajo, po që dash pro, te ajo që vet i kanë mbrojt deri në qatë dit, prej shtymve akuzave, edhe vet te ajo që delin Prime, edhe thot, lëndrimi s'ka bë kur gjë tjetër përveç që e ka luj lojën gay. Lojën pra. Po. E kur me Hygirta tu bo t'y loj shoqënia aty në vend? Po ju loj më gallatën, se kam folur unë, po ti s'ke qenë aty, kam folur dhe me Klodin dhe me lëndrimin, dhe ua kam sqaruar. Unë e kam fjallën, e kam pasur fjallën për gallatën. Loj, fjalla në Shqip, është edhe gallata, edhe ajgarja. Nëse te je okej me ta, nëse te je pajtu me ta, është shumë okej. Është shumë okej. Ja kam sqaruar dhe vetë lëndrimi tha po, kështu si që po ma sqaron tani, it make sense. Po që ashtu që... Kjo është, dhe unë nuk shkalloj, 28 vjeqe, gru, me gjithë këtë tru, pas 2 muaj që unë jo vetëm që i kam mbrojtur Prime, kam bërtitur, a e ban mënd, bravo, kam qënë këtu lavanderi, kam të në shkuallitar të tjerë, unë pa prit mas, dalë dhe them një gjë ndryshe. Po, që ti vetë pëthua, atëre duesh me kuptu reagimin, se u kun pa prit, u kun pa kuptim. Një sekund, mua më erdi keq, që në rastin më të parë, ju nuk pytët, prito, si e tha Hygirta këtë, në kuptimin që s'mund t'a thot Hygirta këtë. Pra, prita në Hygirta se e the shumë kjartë, e ki bo lojën gej. Lojën pra e gare, galatën. Po, aty vetë ki lojën hapsirë mu keq kuptu. E ki bo lojën gej. Po, kjo pra më lëndoj, pse të keq kuptojsh direkt, dhe mos tuar që Hygirta nuk e thot në këtë formë. Jo, valaj, mu që ashtu më ka ardhë, se one mu që ashtu më ka ardhë, edhe është shumë normale, edhe s'ki pse lëndohesh. Më mbajte qëndrim, më nominove, ndërkoj që pate një debat me Dolqen, shumë të fort, që të tha ke hyrë në mes në një qifti, dhe nuk nominove Dolqen, që të preku ty, por nominove Gerdën se preku lëndrimin. E atere, Eliona nominimet, e thash edhe kur u qova në kam, nëse më kinë dëgju mirë, që unë nominimet në këtë pikë lojës nuk i bëj mu personale. Jo, ti si për personale, po ti nuk i boj. Se sa për personale, sa për personale, sa për personale, e nëzeri, sa për personale, e kisha nëzeri Benitën edhe Labin, ose edhe Dolqen për qatë natë. Po, une kum nominu, qyshe kum mëndu une, në rrallë por ta thash ma herët për nominimin e kalum që në zera, i kum rrallë pëshman, edhe thash, hajde ta fusim Hygirta në nominim. Hygirta mendoja që do ishte më aktive dhe nuk ishte aktive, pra në po e nominoj, ti the për shkak të deklaratave të çuditshme që tha, që dhe i sqaroj. Ka qenë tekstualisht kështu. Pra mua në këtë pikë, sigurisht që e marë lëndohem.
Okej. Se po të jepje, si që ma them, ban mund të thash faleminderit që më hoqe, sepse sigurisht përdesa bëre diçka për mua, do të them faleminderit. Të tim the se kam bërë personale, e kam bërë për 1, 2, 3 arsye. Po. Okej? Dhe këtë radhë, nëse ti do të kishe thënë këtë, do isha fair. Atëherë, unë Hygirta me thonë drejtë nuk është që e mojnë manë shumë që ka kumë folën nominime, po ka mundësi edhe unë që shumë sene nuk i kumë thonë, ndoshta ajo... Unë nominoj Hygirta për këtë, ndërkohë që ti me dojtë që të thani gjë shumë të rëndë dhe nuk e nominon. Ndoshta ajo kun gjoja ma apor që më ka ronë nërmel me thonë, po që ajo vetë u kun arsyeja ju, se unë nuk nominoj tash, mu nuk nominoj personale. Dej sot, jovën e kalume kumë nominu personale, për arsye personale. E këtu tani jam në pikë ku nuk nominoj më për arsye personale, po në basë logjikës teme. Po tani e kuptom se u lëndova? Po, e kuptoj, edhe më vjen keq që je lëndu. Nga një person që e nga majtë shumë afer, jo afer fizikisht, po ti e di shumë mirë se sa të kam vlerësuar unë. Dhe në momenti që ty të ngel hatri me Hygirtën, që pas ka thënë që po e nxjerr keq Klodit, dhe është Klodi që ka ardhur ke unë, dhe ka reaguar, dhe ti me Klodin vazhdon të rrish, kurse Hygirtës i mbani natë. Kjo nuk është fair. Jo, Hygirtës nuk i mbaj natë. Po që të kam betur. Nuk jena sëqaru, Klodi u sëqaru me mu. Edhe përsi une nuk e kumë ndru mendimin për atë pjesë që dulin klip, nuk e kumë ndru. Edin Klodi shumë mirë. Edhe Klodi, qka do që me më thonë mu... Po që është në imazhe. Po, edhe qka do që me... Për imazhve që jam sëqaru, po për komplet sene që i kumë full, për lojen që i ka bu. Qka do që më thotë Klodi, mua e ndryshim mu së më lunë, edhe nuk mundet me ma hek. Së në veç i kam faktet, unë kumë full me argumente, nuk kumë full në hava, në ajer. Amo, që te je lëndu prej asoj pjesa, aty po më vjen shumë ketse. Dëgjo, po ka qenë aty, unë se kam hequr nga priza e dolqe. Atërë mu po më vjen shumë ketse, unë nuk e kumë posë qëllimin me lëndu dikon, edhe e vlerësoj shumë, edhe e kumë vlerësu deri sot, që shumë konsideron, edhe vetë faktit që ki qif me më taku me anën, mu... Në momenti që ti e shek që unë kam vendosë mos jem edhe unë më emocionale. Jo, shqyqyre. Pra unë po ta them në sy që nëse vazhdoj e kaloj nominimin, se nuk i dijet asnjëherë, unë ty do të shoh si lojtare. Sepse me sa shoh, ana emocionale mua më ka prishur punë. Ana emocionale me Klodin, ana emocionale me ty. Se me ju të dy, madje e mban mend që të kam thënë ty dhe Klodin, kam thënë be për kokë të anës, nuk ju lëndoj kurrë. Do debatojmë si lojtar, po për t'ju lënduar kur. Më qeni këto të laonë ta me këto? Po pse t'ka prish punë? Si? Pse t'ka prish punë me mu? Se me Klodi nuk e di une qëfar situata ki pas, po me mu qëka t'ka prish punë. Po se the ana emocionale më ka prish punë. Po më ka prishu punë, pra Po sepse... me kanë, kur, në qëfar situata? Sepse janë në rastin e parë që unë them diçka që keq interpretohet, dhe ata që e keq interpretuan ishte dhe dy njerëzit që unë i kam afër ose i kam pasur më shumë gjatë. E që ajo të prishi punë? Sigurisht më ka prishur punë, sepse edhe unë mund të menduar ca gjëra dhe e kam mbyllur gojën sepse Elionën e kam shumë gjanë, Klodin e kam shumë gjanë. Okej, ani po tash e tutje mund është me thonë shumë shtirë. Pra, nëse unë do të kisha folur në ca gjëra që i kam parë ose i kam gjykuar në një formë, base mund kisha marrë më shumë pikë si lojtare, se sa kam marrë deri tani. Por unë nuk e kam bërë, sepse kështu jam njëri emocional, jam njëri shpirtëror, kur i kam gjanë njerëzit, deri sa të ma bëjnë, unë nuk i hedh kur poshtë. Mund si eshtë nuk mu do këfer, që ti edhe mu edhe Klodi na konsideron shumë ofër, po kur vjen puna Klodi edhe unë e kunder një tjetrit, ti e ngon veç anën e Klodit edhe po. Me mu si fol asë njëherë për atë pjesë. Asë ti e merë veç anën e Klodit, edhe vendos mi besu anës Klodit, edhe me anë qëndrim me mu edhe më largohesh mu, mu ki largu Hygirta, se unë e delusional jam. Po fare pra. Mu ki largu, pse se ki vendos... Mund të rri para mbrapa si jem larguar, më falë kush kujdeset për ty për shdoj që prita bënd të këshu prita bënd ma kashtu. Se ki vendos, po, ki vendos, mi shku anës të Klodit, edhe shumë okej. Nuk më jetë atri, se sështë që se kumë prit. Elion, nuk mund të tem një gjë që e mendon ti,
Dhe nuk është e vërtet. Jo, nuk Unë po të them mundesh. që unë s'jam larguar fare nga ty. Okej. Po, situata midis ju të dyve, në disa raste, të shoh edhe ty fajtore, edhe Klodin fajtore. Si që pash dhe Okej. dje. Dje? Qëfëse do t'a thuash. Në qëfëse do t'a gjësh. Kur Edhe dje? dje, pash një qëndrim të Klodit, që në base rastis edhe ja them, që më duk i çuditshëm. Kur? Dje ndark pra. Jo s'pe mojnë ma. Dje në dark, në një moment, në dy momente, në një moment kur ishim në party që ti kalove nga mbrapa, a i bëri një gest, flirtimi të vogël, që mua më tregoj që a i vazhdon të luaj këtë lojën. Një. Në anën tjetër, prap këtu te grimi, unë po pastroja, make-upin, prap shoh Klodin, që ti po i thoshe mund t'ikësh se po merrem, Klodi vazhdon të priste. Dhe ti se shtej një batut për Benitën, se mbaj mend fix, po e bëre një ironi. Pra Për unë, po e bëre një ironi për gjendjen. Jo se buna, valaj. Mos ma shto ju. Po bëre pra. Qka fola, hajt ma thuj. Ironin. Ironin. Në qofë se tem fix këtë. Po qka ma the, pro? Jo, se Klodi Po e deshti me dëgjova, fol me mu, e dëgjova. e ki dëgju kreq, valaj, pro. Se une hajgare për qatë gjendje, une keq ardhje për atë Jo, gjendje. hajgare, jo. Batut, Jo. po qka i bjen batut, pro? Batut, Hajgare. ne themi një fjali. Do me thëmë, the një fjali atër, më falë se ndoshta keq kuptojmë edhe nga mënyra e se si e flasë. Se ju, une shumë keq ardhje për gjendjen e sajtje. Edhe jom habit, jom habit me Klodin. Jom habit me Klodin, jo që i kanë ndimu, po jom habit me Klodin masanej. Ku u quë, u tranu, që ato jom habit. Base. E për atë pjesë deshti më besidu me Base, mu. pra ne të thash që nuk ta riprodhoj dot. Unë ndoshta kam dëgjuar gabim. Okej. Se edhe mund ta kem dëgjuar gabim, e kam marrë ndryshe. Por mënyra se E si qëfar të gjesti priste, në parti? E qëfar gjesti në parti? po një gjes kështu, jo në një gjë të madhe, po prap loj. Po qëfare? Se po kam qif me ditë edhe unë. I kalove pra kështu nga mrapa, dhe se që bëri një gjes kështu, dhe me dhe një... Tani unë me syrin e eksperiencës që e shofi që i flirë. Si. Po qef... Dhe pastaj që të priste, duke si kur po justifikohej që kishte ndenjur me Benitën. Të pak të nuk shu e pash. O, jo, se nuk është aj deshti me justifiku vetën për shpërthimin e vetë. A, okej. Se që aty une mora Po pra, qëndrim me po ta dhe ti- i kom thonë tim kitut. Po pra, dhe a i thoshe vazhdo, edhe meresh me gjërat e tua, a i vazhdo dhe të priste, se ishte më këtu pas shpinës time. Pra, në atë që unë mendoj, shoh që O, Klodi Hygirta, po e luan ki me këto. dalë në fund edhe ki me besu që unë s'kom rajtë në kërë pjesë. për çfarë? Në kretë që të mardhonje me Klodin, as s'kom shtu, as s'kom hek, as s'kom rajtë. Kum folë prej barkit, naltë në zemre, e kum qitë prej goje. As një herë, zoti qafen ma thejt. Edhe sok nuk du me folë këtë pjesë mu heq. Jo, Po, s'ka, nuk të... Kush?